Mësuesi dhe ish drejtuesi i gjimnazit Hasan Tahsini Gjorgji Vasili e ktheu 7 marsin nga një ditë urimesh personale në një moment mirënjohjeje për të gjithë ata që kanë mbështetur ribotimin e librit të tij. Ne Hasan Tahsinasit kushtuar historisë së kësaj shkolle mbi 65 vite tradit. Gjorgji Vasilit në Sarandi shkuan me shumicë urimet si çdo 7 mars. Arsyeja është se ai ka mbartur një figurë përfaqësuese në mësuesi, duke lënë gjurmë të thella në gjimnazin Hasan Tahsini, ku ka shërbyer si mësues e drejtues, por edhe se dashuria për atë gjimnazi krahasueshëm me një universitet për qytetin jugor, ka marrë trajtën e angazhimit shumë vjeçar për t'i kthyer kujtimet në stenda muzeu brenda shkollës dhe në faqet të librit të njohur Ne Hasan Tahsinasit. Nga viti 2004 kur është botuar, ai është kthyer disa herë librit të tij, duke i bërë përditësimin e nevojshëm me faqe të reja nga historiku i kësaj shkolle, që vijon të bëjë histori. Botimi i ri pritet të dalë së shpejti në qarkullim, por 7 marsin autori Gjorgji Vasili nga një ditë urimesh për atë vet e ktheu në një ditë të shprehjes së mirënjohjes së tij për të gjithë ata që janë bërë kontributor në mbështetjen e botimit të librit. Libri do dilte në vitin 2020 të shkak të pandemisë. Nuk u bë 60 vjetor i shkollës dhe mendova ta bëja, kisha hedhur rreshat e para, ta bënim me 65 vjetorin që prapë nuk u fesuar. Unë ndërpre për një dram familjare, nuk më punën dhe më dorë, dhe pas 2 vjetësh, në kujdesin edhe kërkesat e shokëve, kolegëve, familjes, ju rikthyen bashkë me Evangelin dokumentarit që edhe ai kishte ngelur në mes, dhe pastaj këtë vit që kaloi, punova intensivisht për ta prur në 65 vjetor këtë botim. Por mbyllja e saj ishte me vërtet një punë e madhe, po i them vetë faktën që si në një tryezë mes ish kolegësh, mes ish nxënësve dhe miqve, ai nuk ka lënë pa shprehur këtë 7 mars brengën se ata që kanë kariket kanë kthyer krahat ndaj një simboli të arsimit siç është gjimnazi Hasan Tahsini. Gjimnazi Hasan Tahsini është i vetmi institucion që s'ka asnjë libër Ne Hasan Tahsinasit, ka vetëm muzeun që kam shuar unë. Po vetëm një gjë duhet të dinë ata njerëz, këtu do vinë do ikin shumë në drejtim e në të tjera funksione të tjera. Po do të harrohen shumë. Kurse ky simbol i qytetit Sarandës që ka emrin Gjimnazi Hasan Tahsini do të rrojë për gjithmonë. Si një ish nxënëse, e tani në pozicionin e drejtoreshës së këtij gjimnazi, Sofika Sotiri ka shprehur vlerësimin për çdo kontribut të Gjorgji Vasilit, duke thënë se shpesh në ushtrimin e detyrës përpiqet të drejtojë si ai. Qytetarë deri mësues Gjorgjit ja kanë dhënë breza të gjithë që kanë nxjerrë, por qytetarë deri vazhdojnë t'ia japin gjithë familjet sarandiote, të cilat konkretizohen këtu në këtë libër Ne Hasan Tahsinasit, sepse e them mburje Ne Hasan Tahsinasit. Ju jeni njerëz shumë fisnik të këtij qyteti, sepse keni mbështetur botimin e një vepre ju drejtua të pranishmëve Vlunjati Petrit Stefa, që karrierën në mësuesi e nisi nga gjimnazi i Sarandës në vitin 1968. Ju jeni njerëz shumë fisnik të këtij qyteti, sepse keni mbështetur financiarisht një vepër e cila i shërben qytetit. Një vepër e cila është një dëshmi e qytetit. Libra të cilat tregojnë historinë janë dëshmi për ngjarje të një qyteti. Ato nuk i përkasin autorit. Shprehja e mirënjohjes për librin Ne Hasan Tahsinasit dhe mbështetësit e botimit të tij në version të përmirësuar e të përditësuar ndodhi në ditën e mësuesit, por takimi shërbeu si një moment reflektimi mbi rëndësinë që ka thirrja e kujtesës arsimore të qytetit për një gjimnaz me mbi 65 vite histori.